Këto ishin ngjarjet kryesore të javës, nderuar shikues. Mirupres në studio me njerë kolegen Klodi Lala për të nisur bisedën bashkë. Klodi, mirë se vjen, përshëndes gjithmonë kënaqësi. Mirë se ju gjeta. Kemi raportuar shumë për gjatë javës për procesin e zgjedhjes kreu të ri të policisë së shtetit. Pak ka mbetur për dalë dhe emri i fundit dhe në minutet të fundit e kam fjalën. Por, kush mund t'jetë favoriti mundshëm? E di që nuk dalin emra sepse do ndikojë procesi, por gjithsesi rrotullohet tek 3 apo jo? Atëherë është finalizuar gjithë procedura për intervistimin dhe pikëzimin e të 14 kandidatëve në garë për kreun e ri të policisë së shtetit. Janë 14 zyrtarë të lartë të policisë të cilët garojnë për këtë postë të rëndësishëm pas shkarkimit të Ilir Prodës nga detyra. Ne kemi raportuar detaj pas detaj çfarë ndodhi me Prodën dhe që unë personalisht kam qenë ashpër për mënyrën se si ai ka drejtuar policinë e shtetit, për mënyrën se si erdhi në këtë postë të tira me radhë. Dihet tashmë që ligji parashikon të ketë një proces, pra në një farë mënyrë një konkurs për zgjedhjen e kreut të ri të policisë së shtetit. Kandidatët në garë, të cilët janë 14 zyrtarë të lartë, ishin dhe 2 zonja, por u skualifikuan për shkak se nuk plotësonin kriteret formale, janë përgjigjur intervistës përpara komisionit. Komisioni përbëhet nga zëvendës Ministri e Brendshëm, sekretarja e përgjithshme e Ministrisë së Brendshme dhe drejtuesi i Agjencisë së Mbikëqyrjes Policore, të cilët ditën e djeshme janë mbledhur dhe kanë arritur të bëjnë edhe pikëzimin e 14 kandidatëve dhe e kanë dorëzuar listën në duart e Ministrit të Brendshëm Besfort Lamallari. Patjetër që të thash, duke qenë se janë të gjithë zyrtarë të karrierës, kanë patur secili prej tyre platforma, disa prej tyre të paktën në biseda që unë kam patur me antarë të komisionit, por edhe me vëzhgues, kanë patur një performancë shumë të mirë. Gara duket se është ngushtuar dhe tashmë vërtitet rreth 3 ose 4 emra. Patjetër që emrin e ri të drejtuesit policisë së shtetit do ta propozojë ministri i Brendshëm, i cili ja dërgon Këshillit Ministrave dhe ati miratohet, dhe normalisht ligji i lejon që të propozojë njëri nga kandidatët që ka marrë pikët më të larta. Edhe pse lista mbahet top sekret, unë do marr guximin t'i them 3-4 emra që mendoj se janë më të favorizuarit. Një prej tyre është Skënder Hita, drejtor aktuali policisë së Fierit, ka drejtuar më herët policinë e Durrësit, policinë e Dibrës, e tjera me radhë, ka punuar edhe në Shkodër, kështu që është një ndër favoritët kryesor. Personi i dytë ose zyrtari i dytë është Lorenz Panganika, i cili aktualisht është në Akademinë e Policisë së Shtetit, ka qenë më herët drejtor i Policisë së Tiranës, drejtor në Policinë e Fierit, me një eksperiencë e karrierë të gjatë në Policinë e Shtetit, e shikoj si favorit sepse më është dukur profili i një zyrtari policie i ftohtë, pa emocione dhe që nëse mund ta them ta perifrazoj, është njëri që mund ta vinte në shina Policinë e Shtetit. Patjetër që një tjetër kandidat shumë potencial është edhe Tonin Voca, i cili ka mbajtur poste shumë të rëndësishme në Policinë e Shtetit, që nga drejtori policisë kriminale, drejtori policisë së Tiranës, me karrierë të gjatë, ndoshta më e gjati nga të gjithë kandidatët në polici, dhe që sigurisht e shikoj edhe atë si një favorit kryesor. Ka patur një angazhim për Afrim Tafën, drejtor i policisë së Durrësit, aktualisht i komanduar pas largimit të pararësit të tij, pra që e largoi Ilir Proda, i cili tashmë edhe vetë është shkarkuar nga detyra, pavarësisht se unë kam komplet qëndrim të ndryshëm që su largua për ato molotovët tek vila në Ishblok, pra vila e ish diktatorit Enver Hoxha, dhe ne kemi diskutuar, por Afrim Tafën e shikoj si një person i cili është mbështetur nga lobe caktuara, por besoj që është në këtë 4 e parë. Megjithatë, sido që të jetë, dhe cili do nga këto emra që tjetë, do të ketë një sfidë shumë të madhe përpara. Tani të pyes pak, sepse emrat i tham nuk ndodh zakonisht, sepse jo cënoi procesi e tjerë, po faleminderit. Ky është mendimi im personal, patjetër që lista mbahet e mbyllur, mund të jetë një emër tërësisht tjetër. Dhe janë tani tek Ministri i Brendshëm. Patjetër janë tek Ministri i Brendshëm. Drejtuesi i ri i Policisë së Shtetit, nëse më lejon Nisida, mund të jetë një emër tërësisht tjetër që dhe absolutisht, domethënë, por unë bëra një ndarje të atyre zyrtarëve të cilët i kam ndjekur në 20 vite të punës time si gazetar, më shumë se 20 vite, dhe kam parë curinë e karrierës së tyre dhe janë më të lakuarit. Tani ja mund të jetë një person tërësisht anonim. Ne kemi parë që zoti Rama në momentet caktuara na ka bërë edhe surpriza të jashtëzakonshme që për shembull kur ka emëruar ministra ose si me kabinetin qeveritar, që as nuk e ka menduar njëri që mund vinte për shembull një mjeke nga jashtë, apo nuk e di domethënë. Të dëgjova me vëmendje, por në këtë studio kemi diskutuar gjëre gjatë për pjesën e drejtuesit policisë shtetit.
por gjithmonë është paragjykimi se kush do të jetë, nuk ka rëndësi se kush do të jetë emri i drejtorit përgjithshëm policisë shtetit, rëndësi ka që do të jetë në komandën e politikës, në komandën direkte të kryeministrit Rama. Si gazetare vjetër dhe me eksperiencë, në ç'kushte jemi tani në këtë proces? Atëherë, do të them, unë mbylla me një fjali duke thënë që drejtori i ri i policisë së shtetit do ketë një sfidë të jashtëzakonshme, sepse policia e shtetit është në kuotat e veta më të ulta, ka mungesë të besimit publikut te policia e shtetit, ka shkarkime, ka penalizime me grada që la zoti Proda, ka ndikime, ka kriminalizim e tjera me radhë. Parë në këtë kontekst, patjetër që sfida e parë e drejtorit të ri të përgjithshëm të policisë së shtetit do tjetë për të gjetur emrat që do drejtojnë drejtorit në qarqe. Dhe keni parasysh një gjë që të jesh drejtor në Durrës, pra në qarkun Durrës, ku është porta më e madhe hyrëse, sepse është porti mallra tregtare tjerë me radhë, aty që është porta hyrëse edhe e trafikut kokainës, dhe ne kemi qenë një vend tranzit në 10 vjeçarin e fundit, do duhet të dërgosh një emër të pakapur nga grupet kriminale dhe të pandikuar nga politika. Pra do të jetë sfidë më vete. Po ashtu do të jetë sfidë më vete për të dërguar një emër të rëndësishëm dhe autoritar në qytetin e Shkodrës, në qarkun Shkodrës, sepse ne e dim shumë mirë se si në Shkodër funksionojnë gjërat dhe se sa tashpër janë përplasjet mes grupimeve kriminale atje. Duhet patjetër një emër i qëndësishëm në Elbasan. Pra do duhet të ketë një sitje të mirë të zyrtarëve të policisë që do marrin përsipër këto detyra. Dhe çfarë do të thotë sitje? Do duhet të ketë një informacion të saktë nga partnerët ndërkombëtar, nga Shërbimi Informativ Shtetëror, nga Prokuroria e Posaçme e tjera me radhë, për të dërguar persona të pa implikuar dhe skeda e tyre të jetë e pastër, pra të mos shkojnë persona të cilët mund të kenë rekorde të nesërmen. Po ashtu duhet një drejtor mjaft i rëndësishëm në qarkun e Vlorës, sepse unë nuk besoj që drejtori i ri do të lërë në krye të drejtorive të qarqeve ato emra të cilët i ka lënë Ilir Proda, sepse të paktën unë e kam besuar dhe vijoj ta besoj dhe e them me zë të lartë, kanë qenë emra në pjesën ndërmuese të tyre të ndikuar nga nën toka, jo për shkak të karrierës së tyre. E dyta, ju pyesni që a ka ndikim apo ndërhyrje nga politika. Për të luftuar krimin organizuar, spari do duhet, edhe korrupsioni, spari do duhet të ketë një vullnet politik, gjë që në Shqipëri mungon. Dhe patjetër janë duke parë me shumë kujdes cili do emër të vi për të parë qasjen që do të ketë, sa i pavarur do të jetë nga politika, si do të qaset në të gjithë këtë luftën e madhe mes palëve, në të gjithë pjesën ku krimi organizuar është përplasur fort, është goditur nga njëra nga spaku, por ndërkohë nga ratia përplasim me njëri tjetrin, influencat e nëndeshme tjera me radhë. Kështu që mendoj që ky është pikërisht momenti që një drejtor, cili do nga emrat që të vi, nga 14 që është aty, të ketë kurajo dhe të thot jo përballë politikës. Sepse vetëm në momentin që mund të thot jo përballë politikës dhe një politikani, mendoj që atëherë mund të shtrohet një trase ku policia e shtetit të filloj dhe të në një farë mënyre të futet në normalitet. Ne kemi policin jo në normalitet, ne kemi patur policin në duart e një grupi që unë kam konsideruar band kriminale, 5 veta që vendosin për fatin e gjithë zyrtarëve të policisë. Një e besuar e Ilir Prodës që mori gradën nga skushi u bë drejtuese madhore, po ashtu pra, nuk dua të ndalem tek emrat, se pastaj duhet filloj të sqaroj për secilin prej tyre kush janë e tjera me radhë. Nga ana tjetër kemi një hetim të hapur nga Prokuroria e Posaçme, mbi bazën e dosjes së Akshit, pra të grupit të strukturuar kriminal që SPAK pretendon se ka goditur brenda Akshit dhe ka shpallur në kërkim ndërkombëtar Ergys Agasin dhe Ermal Beqirin, pretendohet dhe është thënë nga ana e SPAK që ka dhe një hetim të hapur për policinë e shtetit. Se në çfarë janë këto hetime mbetet për të parë. Kështu që në këtë kontekst sfida për drejtorin e ri të përgjithshëm të policisë së shtetit do të jetë një sfidë e jashtëzakonshme edhe në parë edhe në zhvillimet e reja, protestat e opozitës, qasje ndaj tyre e tjera me radhë.